2015. Policia Kosovës ka konfirmuar për RTK-n se në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Prizren, nga mëngjesi kanë zhvilluar një operacion në rajonin e Prizrenit lidhur me dyshimet për keqpërdorim të votave. Zëdhënësja e Policisë së Kosovës Luljeta Mehmeti deklaroi se për detajet e këtij operacioni do të njoftohet opinioni në përfundim të tij. Ndërkaq, më shumë se 100 zyrtar të angazhuar nga KQZ për zgjedhjet e 28 dhjetorit janë ftuar për intervistim. Ndërkohë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdon procesi i rinumërimit të fletvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur për RTK-n se deri më tani rinumërimi është përmbyllur plotësisht në 19 komuna, ndërkaq procesi vazhdon edhe në 19 komuna të tjera. Sipas Elezit, nga fillimi i rinumërimit me datën 13 janar e deri më tani janë rinumëruar rreth 49% të vendvotimeve. Ai theksoi se KQZ është duke u angazhuar maksimalisht që procesi të përmbyllet sa më shpejt në mënyrë që të hapet rruga për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesi i veçantë i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, konfirmoi se gjatë ditës së djeshme është mbajtur takimi i parë i Komisionit të Përbashkët për Personat të Zhdukur në përputhje me deklaratën e arritur mes liderëve në muajin maj të vitit 2023. Sipas Sorensen, Komisioni i Përbashkët do të mbështesë përpjekjet e grupit të punës për personat të zhdukur të kryesuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, duke lehtësuar aktivitetet zbatuese të paleve, zgjidhjen e çdo mosmarrveshjeje dhe duke shqyrtuar progresin. Në takimin e të së entes të kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, është inauguruar Komisioni për Personat të Zhdukur, ka konfirmuar emisari evropian për dialogun Peter Sorensen. Qëllimi i këtij komisioni, sipas Sorensenit, është të mbikëqyrë zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur, e cila synon të kontribuojë në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, përfshirë personat e zhdukur me dhunë, të sigurojë mbyllje për familjet e tyre dhe të nxjisë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme. Për formimin e komisionit janë dakorduar liderët e Kosovës dhe Serbisë në deklaratën për të pagjeturit të miratuar në takimin e 2 majit të vitit 2023. Sipas Peter Sorensen, Komisioni i Përbashkët do të mbështesë përpjekjet e grupit të punës për personat e zhdukur të kryesuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, duke lehtësuar aktivitetet zbatuese të palëve, zgjidhjen e çdo mosmarrveshjeje dhe duke shqyrtuar progresin. Bashkimi Evropian i kushton shumë vëmendje faktit që Komisioni i Përbashkët do të japë një kontribut të rëndësishëm në sqarimin e fatit të zhdukurve dhe në ndihmën për mbylljen e një kapitulli të dhimbshëm për familjet, të cilat kanë pritur shumë gjatë për përgjigje, ka porositur Peter Sorensen. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, janë njëkohësisht kryesues të këtij komisioni dhe përfaqësojnë shtetet e tyre. Sipas fjalëve të kryenegociatorit kosovar Bislimit, në takimet e radhës të komisionit, ata do të përfaqësohen nga zëvendësit. Në margjinat e Forumit Ekonomik Botror të mbajtur në Davos, Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti takoi Jonathan Powell, këshilltar për sigurinë kombëtare të Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer. Gjatë takimit u diskutua për zgjedhjet parlamentare të muajit dhjetor të vitit të kaluar, planet dhe projektet për mandatin e ardhshëm qeverisës, programin demokratik në Kosovë dhe rritjen ekonomike dhe çështjet të sigurisë rajonale. Kurti theksoi se Mbretëria e Bashkuar vazhdon të jetë një nga aleatët më të ngushtë të Kosovës dhe mirëpret vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet të dyja vendeve. Ndërkohë, Kryeministri në detyrë Albin Kurti, nëpërmjet një video të publikuar në rrjetin social Facebook, ka deklaruar se në Davos të Zvicrës, edhe këtë vit është shtëpia e Kosovës, ku sipas tij aty prezantohet kultura, identiteti, se kush janë shqiptarët, por edhe prezantohen mundësitë për investime ekonomike e shkëmbime tregtare.
Shumë të gëzuar që shtëpia e Kosovës në Davos të Zvicrës në kuadër të Forumit Ekonomik Botror tashmë është hapur për herën e dytë dhe nëse viti i parë ka qenë vit i ngjarjes, shtëpia e Kosovës, viti i dytë apo hera e dytë e shtëpisë së Kosovës është hapi i parë i fillimit të një tradite. Ne këtu në njërin anë prezantojmë kulturën, identitetin dhe atë se kush jemi, ndërka që në anën tjetër gjithashtu i prezantojmë edhe mundësitë për investime ekonomike, për shkëmbime tregtare dhe për bashkëpunime të gjitha llojeve. Ministrja në detyre punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla Shfars është takuar në Stamboll me ministrin e punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan. Takimi u zhvillua në kuadër të takimit të dytë të ministrave të jashtëm të platformës së paqes së Ballkanit, i cili po mbahet në Stamboll. Ministria e punëve të jashtme e Turqisë njoftoi se takimi u realizua në margjinat e këtij forumi, ku u diskutuan çështje me interes të përbashkët, bashkëpunimi rajonal dhe zhvillimet aktuale në Ballkan. Të nderuar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e thirrur nga Prokuroria Themelore në Prizren, me aksionin në fakt të kësaj prokurorie mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore, dhe këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, do ju lëmë me pamje të drejt për drejta nga kjo konferencë. Mirupafshim. Është ballafaqsuar me